Për herë të parë në Shqipëri organizohet një konkurs kombëtar që kontrollon nivelin e dijeve në lëndën e ekonomisë në shkollat e mesme. Tirana Business University, mbështetur dhe nga Ministria e Arsimit dhe Drejtoritë Arsimore të qyteteve pjesëmarrëse, zhvillua në 3 faza konkursin e sipërmarrësit të së nesërmes, në 6 qarqe të ndryshme të vendit, ku morën pjesë 40 shkolla të mesme publike e private, të përgjithshme dhe profesionale, me mbi 200 nxënës maturant. Ne si Tirana Business University e nxitëm këtë konkurs të karakterit kombëtar për një lëndë të veçantë, ashtu sikur se janë në olimpiadat e tjera në fushën e matematikës, fizikës, në fakt nuk ka një në lëndën e ekonomisë. Ndërkohë që janë ngritur shumë universitete, është një profesion që kërkohet jashtëmase shumë, është vital në ekonominë e tregut, pozicioni i menaxherit, i drejtuesit të biznesit, dhe duke qenë se universiteti e ka këtë fakultet, këtë profil të vetin, kërkojmë që të kontribojmë më shumë në shoqëri, duke filluar që atje që fillojnë përgatitet kandidatët e ardhshëm, ata që duhet të jenë sipërmarrësit e së nesërmes, për ta parë zhvillimin jo vetëm brenda atyre viteve akademike në universitet, që zgjasin 3 vite apo mund të vazhdohen me master, por për të parë një çik edhe në fazën më të hershme për të përzgjedhur elementin dhe për të ndikuar sadopak në përmirësimin e cilësisë së këtij niveli. Në fazën finale konkuruan 5 shkolla për 3 vendet e para, nëpërmjet aftësive të tyre krijuese dhe komunikuese, duke prezantuar idetë e tyre për ndërtimin e një biznesi të ri, hartimin e planit të biznesit dhe të një spoti publicitar për këtë biznes, i cili duhet të jetë sa më interesant dhe konkurues për tregun shqiptar. Këto maturant u testuan nga një juri profesionale me ekspert në fushën e ekonomisë. Këtë garë fitoi shkolla e mesme jo publike në Shkodër për parimi, duke lënë pas shkollën e mesme Konstantin Kristoforidhin e Elbasan dhe shkollën e mesme jo publike Alen në Fier. 3 vendet e para kanë një sër përfitimesh ndërmjet të cilave përmendim: bursë të plot studimi në programet e studimit të ofruara nga Tirana Business University për vitin e parë akademik, një vizitë disa ditore pranë kompanive të njohura të biznesit në Itali, Austri dhe Gjermani. Tashmë ky konkurs do të kthehet në një traditë për këtë universitet, i cili do të mirëpres çdo vit të gjithë ata maturantë që duan të kontrollojnë nivelin e dijeve në lëndën e ekonomisë dhe për të patur një dritare të hapur, për të vazhduar më tej në fushën e administrim biznesit në Tirana Business University.